Kriminaliteti tek minorenët një fenomen në rritje. Kreu i dhomës avokatisë Vlorë Durim Bajrama i ka ngritur shqetësimin se rastet në rritje prekin kryesisht moshat nga 11 deri në 18 vjeç. Janë vepra penale të vjedhjes më të shumta, por edhe shpërndarje lëndë narkotike, si dhe përdorimi i armëve të ftohta. Sipas Bajramit, kodi penal nuk përcakton dënimin në masë, kjo edhe për shkak të moshës. Dhe kjo ka edhe disa avantazhe të veta, pasi minorenët futen sërish në këtë rrugë. Por kjo nuk është vetëm problematik sipas kreut të dhomës avokatisë Vlorë. Në shumë raste, sipas Bajramit, minorenët vinë nga familja ku kanë qenë pjesë e dhunës apo familjet e tyre prindit janë të divorcuar apo në proces divorci. Fëmijët, minorenët, problematikat të cilat ndeshen, shkaku që ka sjellë në rritjen e kësaj problematike. Dhe cila mendon që do të jetë një zgjidhje për të ulur kriminalitet? Po, është e vërtet që kriminaliteti tek minorenët në shoqërinë shqiptare sapo vjen dhe po rritet, ciles është rritur me ritme të frikshme në këtë periudhë. Është e vërtet që arrestimet e tyre janë të pakta, më shumë janë ndjekur në gjendje të lirë. Kjo vjen si pasojë dhe e avantazheve që jep kodi i drejtësisë penale për të mitur, por kjo është dizavantazh sepse ata i rifut prap në botën e krimit. Kjo është shikohet si janë negative. Grup moshat e minorenëve që janë pjesëmarrës në aktivitetet kriminale fillojnë nga mosha 11 vjeçe deri në moshën 18 vjeç. Veprat penale që janë më të shpeshta te grupi i tyre minorenëve janë vjedhja është kryesorja, pastaj është shpërndarja, shitja e lëndëve narkotike dhe armët e ftohta. Të gjithë këta faktorë nuk kanë lidhje vetëm me pjesën personale të minorenëve, por kanë lidhje dhe me faktorët familjar dhe shoqëror. Po të shikosh pjesa më e madhe e minorenëve që marrin pjesë në këto veprimtari kriminale vijnë nga familje që janë të dhunuara, nga dhuna sistematike e familjes. Vijnë nga familje që kanë probleme, prindrit kanë probleme një tjetër që janë në proces divorci ose janë të divorcuar dhe shpeshherë problemet familjare transmetohen tek ta minorenë aq sa i shkëpusin edhe nga procesi mësimor. Pra i lënë pa shkuar në shkollë, pa frekuentuar shkollën dhe aty pasaj shfrytëzohen nga kontingjenti i grupit kriminal që i bëjnë pjesë e grupit të tyre dhe i përdorin dhe për shkak të asaj që unë thash më sipër, sepse kanë avantazhe nga kodi i drejtësisë penale për të mjetur. Pra është shumë e vështirë një minoren ta arrestosh sepse nuk të lejon kodi i drejtësisë penale për të mjetur. Kreu i dhomës avokatisë Vlorë Durim Bajrami ka theksuar se nuk duhet ndryshuar kodi penal, por ajo se çfarë duhet të bëjmë ne si shoqëri, duke gërshetuar të gjitha allkat si vetrrethi shoqëror, familja, por edhe shkolla, me këtë të fundit që ka një rol kyç. Prandaj sipas tij dhe institucionet e riedukimit, të cilat janë shumë të rëndësishme, duhet të kenë si qëllim reintegrimin e tyre në shoqëri. Tani vim te pyetja juaj, pra duke reaguar të gjithë faktorët, si familja, si shoqëria, si shkolla, ne nuk mund të mendojmë që të ashpërsojmë kodin e drejtësisë penale për të mbyllur, pra të ashpërsojmë kodin penal sepse dashur pa dashur bjem tek teoria e këtyre që po na nxjerrin kodin e ri penal me 950 nene. Pra kriminalizojmë shoqërinë. Ne pretendojmë që jemi një shoqëri që po shkojmë drejt botës së qytetëruar, aty ku duam të vemi, tek pjesën e Bashkimit Evropian. Pra ne duhet të trajtojmë disa hapa të tjerë për ta larguar minorenin nga bota e krimit, se sa duke ashpërsuar kodin penal. Kodi i drejtësisë penale për të mjetur është shumë i mirë dhe nuk jam për ashpërsimin e tij në drejtim minorenëve. Megjithatë, një person ose një minoren që mund të ketë qenë një bashkëfushatar me tik, pra e ka kryer krimin dhe të dënuar për këtë pjesë. Cili është sugjerimi juaj për pas dënimit të këtij, duhet të futet në punë, të integrohet, çfarë do të? Shiko, ne kemi faktikisht në letra i kemi të shkruara çdo gjë, të shkruar përmbari, por nuk i zbatojmë. Ne kemi institucionet të edukimit këtyre minorenëve dhe kur dënohen, por kemi institucione të veçanta që aty duhet të filloj edukimi i tyre, sepse në fundit qëllimi i dënimit ai është ndëshkim, edukim dhe rehabilitim për ta rifutur prapë në shoqërinë shqiptare atë, por të edukuar. Duhet të fuqizohet familja, ajo që thash, sepse aty është embrioni i pjesës së kriminalitetit për të miturit. Duhet të fuqizojmë shkollat. Pra, ripërsëris shkolla nuk mund të bëj sikur punon ose të bën atë pjesë formale dhe pastaj ngre duart përpjet dhe thotë nuk kam çfarë bëj më. Pra, është gjithë shoqëria që duhet të motivohet për të ardhur në ndihmë kësaj pjese të minorenëve. Rritja e kriminalitetit tek të rinj një problematik dhe shqetësim në rritje, çka kërkon padyshim që gjithë faktorët së bashku të ndryjnë për përmirësimin e kësaj situate.